që të gjitha fondet që duhet shkojnë për Preshevën si ndihmë për Luginën duhet shkojnë nëpërmjet Shqipërisë si institucion fillimisht, kurse aspektin teknik duhet ta ndjeki në mendimin tim duhet ta ndjeki Kosova, duhet përfitojmë sa më shumë. Bashkohem me zotin Rexhepi për atë. Serbia e ka jo vetëm nuk reflekton në pjesën e rezolutave të Kongresit, sepse të tillë e ka bërë zoti Trump tash i Kongresit në vendin e tij, por ata ne dim që kanë valvulën gjithmonë të Rusisë, do marrin me shumë rezerva dhe kuptohet që do nxjerrin raporte që kjo zonë trajtohet njësoj si zonat e tjera, por duke qenë në periferi shumë të Beogradit zyrtar, patjetër që e kanë të pamundur ta përballojnë varfërinë e zonës. Por problemi shumë i madh atje është pasivizimi i adresave dhe sidomos mungesa e shpresës që po i detyron të rinë të ikin, domethënë dhe më vjen keq ta them që uroj që neve të kemi majorancë mbas 20 vitesh, 30 vitesh atje me këtë që po ndodh, me këtë zbrazje masive që po bëjnë shqiptarët, Shqipëri, Kosovë dhe Preshevë. Zoti Rexhepi, besoj bie dakord me gjithë analizën që bëri kolegu Benandoni, por duhet të kthehej tek një pikë që Beni tha në fillim bisedës, së mbajtëshnim. Vlerësimi për ambasadorin aktual të Shqipërisë në Serbi, ndahet gjë mendim? Patjetër, realisht me ardhen e ambasadorit zoti Bardhyl Cana, shkëlqësinë e tij, ka ndryshuar edhe qasja konkrete, ku është duke ndodhur një diçka më ndryshe, ka ardhur një frymë më e re dhe punët janë duke ecur më mirë dhe shqiptarët e Luginës Preshevës janë duke ndjetur prezencën e Shqipërisë edhe në Preshevë, Bujanos, Medveq, gjithashtu edhe në Sanxhak. Me ambasadën e Shqipërisë kemi filluar realisht kursin e gjuhës shqipe në Sanxhak, ku për herë të parë kemi festuar 29 nëntorin në Sanxhak, në Medveq, dhe realisht Preshevë dhe Bujanos gjithmonë është festuar, por realisht është ngritur ai emocioni kombëtar dhe besoj që jemi duke shkuar në hapa shumë të mirë, pra ka një frymë shumë e mirë, shumë e drejtë dhe një frymë pro-kombëtare. Por lidhur me analizën që bëri Beni tek pjesa se si do reagojë Serbia pas kësaj rezolute, pra duke gjetur justifikimin që është një zonë periferike, pra padyshim jemi të përgatitur ne për çdo reagim të Serbisë. Por realisht me presionin ndërkombëtar, me të shtuar ndërkombëtar, sepse Serbia edhe pa para faktorin ndërkombëtar gënjen. I kemi për shembull marrëveshjen e shkruar, plani 7 pikësh, plani OSBE-s, në gjithë ato të tjerat, kjo janë të shkruar para faktorin ndërkombëtar, para ambasadorit amerikan. Por realisht duhet i tërhiqet vrekja. Duhet realisht mund të them me vetë gojë që duhet i ngrihet veshi Serbisë. Se po si nuk e ngrehet veshin Serbisë, ajo nuk do të marrë asnjë hap. Realisht këto marrëveshje të nështruara duhet filloj të zbatoj, sepse kemi planin aksional ku mbaron në vitin 2026. Rreth planit aksional nuk është bërë asgjë. Plani aksional është pjesë e planit 7 pikësh që ka bërë me OSBE-n dhe faktorin ndërkombëtar. Dhe këto gjëra pajtohuna plotësisht me bashkëfolësin, sepse Serbisë duhet të bëhet presion i madh, sepse po si nuk i bëri presion i madh, ajo Serbia nuk do të merr asnjë hap konkret për të cilën duhet të vazhdohet para për të drejtat shqiptare apo për të drejtat elementare të shqiptarëve. Presion me çfarë? E kam për ju zoti Rexhepi dhe për kolegun Benandoni. Po do doja një përgjigje fillimisht nga ju. Presion me çfarë ti bëhet Serbisë? Ndërkombëtarët kanë presione shumë të qarta, ata i dinë metodat e veta dhe mund ta sankcionojnë Serbinë. Serbia ka si Evropa, si Amerika mund të sankcionojë Serbinë derisa të realizojë ato kërkesat të cilat duhet që janë elementare. Sepse Serbia është një pretendente për në Bashkimin Evropian, nësa kapitull kryesor për pakicat nuk i ka të përmbushura. Sepse Serbia mund të them që prej vendeve në Ballkanin Perëndimor është e vetmja ajo i cili nuk i përmbush asnjë standard për pakicat e veta kombëtare të cilat jetojnë në Serbi. Dhe kjo është detyrim i Bashkimit Evropian. Ben, për ty me çfarë mund i bëhet presion Serbisë? Unë mendoj përveç rasteve që thot zoti Rexhepi që është shef tamam në planin të themi institucional dhe i takon që ta bëj këtë, po mendoj në planet të tjera
për të cilët zyrtarët e Preshevës duhet të jenë jo thjesht në unision, po duhet të punojnë për gjëra të tjera alternative. Për shembull, ne kemi një handicap shumë të madh tani, ndjek vazhdimisht opozitën serbe dhe sidomos pjesën e studentëve në protesta, megjithëse janë pashitur shumë në këto kohë, dhe shikoj artikulimet që ata kanë për nacionalizmin janë edhe më të ashpra se ato të zotit Vučić. E kemi thënë disa herë që nuk ndryshon asgjë. Jo, është më keq. Më keq akoma, po. Dhe ne pothuajse kemi humbur betejën me ta, betejën e arsyes, që do të thotë neve jemi shumë pak në territorin e Serbisë dhe me forcën që kemi vetëm një deputet në Parlamentin Serb. Parlamentin Serb nuk i vjen radha njerëzve të opozitës që kanë grupe parlamentare, jo... Edhe pse duhet vlerësuar zoti Kamberi për gjithë ato çfarë bën i vetëm në atë parlament. Po mos bënte edhe atë, pastaj vetëm të shkonte për pushime në Savë. Aty që duhet të thoja është që në Serbi tani ka 2 ose 3 media që janë shumë interesante dhe zoti Recep besoj që i ndjek shumë më tepër se ne. Është Radari, që është shumë interesant, është Danasi që ka ngelur, është në mos gaboj është edhe Vreme, po të paktën unë ndjek vetëm Radarin dhe Danasi. Duhet gjetur mënyra me publicist serb dhe sidomos njerëz të fakultetit të filozofisë. Ne kemi katedra atje, mos harroni në Beograd. Dhe për fatin tonë tash drejton një shqiptare bosnjake, që të bëhet mos që artikuj nga Shqipëria, ose artikuj të themi për jetën e njerëzve të Preshevës të jenë më prezent. Jeta kulturore e tyre duhet të jetë më prezent në jetën e madhe të Serbisë, sepse ka jetë kulturore të jashtëzakonshme, e diçka. Do doja shumë, duke ditur energjinë e zotit Bardh Canit, edhe vjen shumë mirë sot që po flas me zotin Recepi për herë të parë, të kemi mundësi të përfaqësohemi me ekip sportiv. Pse? Janë këto element që ngjallin vështrimin edhe për këto zona. Dhe sa më shumë ta kuptojmë këtë, sa më shumë të investojmë në këto gjëra, kjo biseda institucionale me Serbinë do vazhdoj përjetësisht. Keni parasysh që në prill presim tash që ka thënë zoti Jani që do bëhet presion ndaj Serbisë dhe Kosovës për një reciproke, personalisht nuk e besoj, sepse Serbia duhet bënte hapa paraprak për t'i paraprir këtij akti, do më thënë me ndryshimin e preambulës e tjera, por duket që në të gjithë politikën e vetë ajo nuk do ndryshoj gjë për Preshevën. Do ngelet me atë justifikimin që Tirana zyrtare ka që ka mundësit, ne bashkëpunojmë dhe nxjerrim ato. Ndërkohë që njerëzit atje përballen deri nga gjërat më jetësore, për shembull, thotë shumë mirë zoti Recepi, po drejt e mori për 28 nëntor lihet flamuri dhe 29 nëntor, sepse janë festat tona. Qoftë dhe sikur mos të ekzistojë në rrugë fare një flamur i Serbisë, patjetër dhe flamuri i tyre duhet të jetë, sepse është territori, është territor por drejtë është fest kombëtare. Duhet pas një lloj tolerance, po mendoj. Dhe duke pasur parasysh që autoritetet tona të Ministrisë Jashtme, gjithë peshën e kanë tash në skakierë ndërkombëtare. Po, kemi bordin e paqes. Kemi bordin e paqes ne. Po, kemi. A kemi aty vëmendjen, shqiptarët që janë vërtet pak rëndësi ka. Zoti Recepi, po ndjes, se mendova se mbyllet për ta dhënë zoti Recepi për këto këshilla që dhat. T'ju them diçka, për shqiptarët është e nevojshme gjithmonë më shumë që të ketë gati 2 ose 3 struktura të gjalla që të jenë prezente në Shqipëri për të ndihmuar ata. Madje edhe Kosova tani duhet bashkërendojë nëpërmjet Shqipërisë për ta ndihmuar Preshevën.